Të dashur miq, këtë javë në studio kam të ftuar pasionantën e edukimit dhe zhvillimit të hershëm të fëmijëve, zonjën Brikena Krasniqi, e cila me përkushtimin e saj tashmë 2 dekada e gjysmë ka bërë që të punoj shumë për krijimin e mjediseve edukuese gjithëpërfshirëse dhe inovative, por jo vetëm. Zonja Krasniqi merret edhe me të drejtat e njeriut dhe zhvillimin e komunitetit, e për këtë gjë është një udhëheqëse e kërkuar dhe gjithashtu një vlerë e shtuar për çdo organizatë. Zonja Krasniqi, mirë se erdhët, faleminderit që ndatë kohën të jeni mysafire në studion e Radio Kosovës dhe në emisionin për një botë më të mirë. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi me qenë këtu. E faleminderit shumë edhe për prezantimin. Fillimisht, çfarë ju motivoi që të merreni me edukimin dhe zhvillimin e hershëm të fëmijëve? Po, unë kështu si profesion jam profesoresh e gjuhës edhe letërsisë shqipe, mirë po gjithmonë kam pas në zemër moshat e hershme. Në përgjithësi fëmijët, pavarësisht moshës, po jam fokusu më shumë në këtë grup moshën e hershme 0 deri në 5 vjeçar, ndoshta për shkak se në njohuritë e mia që i kam fitu, mendoj se kjo moshë nuk konsiderohet aq sa duhet si një themel bazë për arritjet e më të tjeshme të nxënësve, por me të vërtet ka një rëndësi shumë të madhe se bazën që e vendosim në jetën e fëmijëve në këtë moshë, ajo do t'i përcjell gjatë krejt vitit. Kështu që kjo ka qenë edhe arsyeja që unë kam zgjedh me qenë e fokusuar në këtë pikë kyçe, por përveç kësaj gjithashtu edhe moshave tjera në përgjithësi. Ideja jem është që sa ma shumë të kontribuojmë, të ofrojmë fëmijëve, nxënësve mënyra të ndryshme në edukim që ata të zhvillohen, të ndërtohen, edhe të jenë të gatshëm në barabartë ndoshta edhe me të gjitha ata të shteteve të tjera, që mos ndjejnë mangësi në asnjë aspekt të mundshëm. Pse është i nevojshëm ky edukimi i hershëm dhe zhvillimi i fëmijëve? Është shumë i nevojshëm për arsye se aty është baza mbi të cilën ndërtohet karakteri edhe shprehit e mira të çdo fëmije. Domethënë në moshën 0 deri në 5 vjet, zhvillimi i trunit të fëmijët është në përmasat më të mëdha. Shpesh herë përdoret edhe terminologjia janë si shpuz që thithin shumë informacion. Prandaj gjithçka që jipet në këtë moshë është bazë e shëndetshme dhe ata do të rriten me kërkesat e tilla. Sa më shumë që japim fëmijëve në këtë moshë, aq më shumë përthithin ata edhe aq më shumë zhvillohen edhe pastaj gradualisht edhe në shkollën fillore të mesme, ata do të mësohen me e marrë qoftë aktivitetet, qoftë kujdesin, qoftë mirëqenjen në çfarëdo aspekti psikologjik apo akademik, dhe kjo madje është ajo baza kryesore që reflekton në jetën e tyre në vazhdim. Është në farë mënyrë qelsi që e hap potencialin e çdo fëmije për në të ardhmen ata me mërri sa më shumë. E cilat janë teknikat apo metodologjia që e përdorni për këtë grup moshë të fëmijëve? Po, unë kam studiu dhe kam bo kështu vetë studim në të gjitha format të ndryshme që ofrohen për qasjen me fëmijë, qoftë ajo Montessori apo hands-on, që është sistem amerikan, sipas kurrikulës së Kosovës apo edhe kurrikulave të tjera. Edhe sipas asaj çfarë unë kam vënë re, është që fëmijët duan sa më shumë aktivitete që ata vet i bëjnë, domethënë që të përfshihen sa më shumë në aktivitete. Dhe qasja jeme gjithmonë është që bashkë me fëmijën
duhet të përballemi me jetën e përditshme dhe ata të ekspozohen sa më shumë mundësive, se në këtë mënyrë i fitojnë shprehit e jetës, edhe duke i fitu shprehit e jetës mësojnë edhe matematikën, edhe gjuhën, edhe lëndët e tjera të nevojshme për moshën që i kanë. Kështu që qasja jeme gjithmonë me të gjitha mësimdhënësit që punoj, edukatorët, është duhet sa më shumë të punojmë drejtimin që fëmijët të përfshihen në aktivitete, duke i bërë ata aktivitetet vetë. Nuk më pëlqen qasja me letër shumë, kuptimin që të vendosin fëmijët përpara një letër, të shohin fotografit dhe të punojnë në atë letër. Patjetër që ngjyrosja ose përdorimi i letrës në aktivitete është i rëndësishëm, po jo në tipin që merr një letër dhe punon detyra në letër. Në qoftë se duhet të flasim për insektet, unë mendoj që duhet të dalim dhe të gjejmë ato insekte në natyrë, t'i hulumtojmë ato për së afërmi, të përdorim zmadhues për t'i parë nga afër. Në qoftë se duhet të flasim për numrat ose për vjeshtën, duhet të dalim jashtë dhe të gjejmë gjethet, të marrim gjethet, të hulumtojmë. Do të thonë, mendoj që qasja hands on ose kjo ku fëmijët aktivizohen vetë për me arrit qëllimin është mënyra më e mirë për me bo këta. Edhe si po shkon kjo, a ka pas rezultat? Cilat janë rezultatet që i keni vjellë, domethënë, nga kjo puna juaj? Po, me të vërtet, kemi prindërit që kanë qenë shumë të kënaqur edhe janë shumë të kënaqur me qasjen tonë. Patjetër që fëmijët në një ambient ku ata janë aktiv, janë shumë më të lumtur. Fëmijët kanë një ngazëllim të jashtëzakonshëm kur gjejnë rezultatin, kur bëjnë një hulumtim edhe pastaj kanë për të tregu atë rezultat çfarë kanë hulumtu. Janë jashtëzakonshme ndjesia e këndshme e mirë që fiton vetë fëmiu, që fiton familja, për shkak se ai fëmijë me zispret të shkojë te prindërit dhe të tregojë se çfarë ka ndodhur gjatë ditës. Rezultatet kanë qenë të jashtëzakonshme. Shkollat në të cilët fëmijët tanë kanë vazhduar mësimin, kemi marrë shumë lëvdata nga ata dhe mirënjohje për arsye që fëmijët nga institucionet ku janë përfshirën kanë marrë një njohuri, shkatësi për jetën, kanë qenë të përgatitur edhe me një dashuri për mësimin, me njëherë se apo kanë fillu shkollën, pikërisht për shkak të qasjes që e kemi pas me ta. Zonja Krasniqi, si ndihmoni fëmijët me aftësi të kufizuara? Pra, çka bëni që t'i ndihmoni qoftë ata apo edhe prindërit e tyre? Po, në institucionet që unë jam e përfshirë, kemi hasur në prindër që kanë pas nevojë për mbështetje për fëmijët e tyre me nevoja të veçanta, edhe ata kanë qenë pjesë e institucionit tonë. Me shumë dashuri edhe me shumë kënaqësi kemi bo pjesë të komunitetit tonë. Ka qenë e mrekullueshme për shkak që jo vetëm unë, po i gjithë stafi i përfshim kanë qenë të gatshëm me jap mbështetjen. Jo vetëm aq, po edhe fëmijët e klasës kanë qenë shumë të gëzuar që kanë një nxënës që munden bashkërisht me lujtë dhe me kujdes për njëri tjetrin. Kështu që në këtë mënyrë ne kemi ofruar një ambient të dashur për këta fëmijë, pikë së pari. Pastaj kemi bërë gjithashtu edhe bashkëpunime me logoped në rastet e nevojshme, me psikolog për ata që kanë pas nevojë, apo edhe me kujdes të shtuar për fëmijët që kanë pas nevojë për përcjellje. Kështu që bashkërisht, duke krijuar një plan specifik individual për secilin fëmijë sipas nevojave të tyre, ne kemi ofruar shërbimin që aty ne i është dashur. Kështu që është ndërtuar një kulturë shumë e mirë, shumë e dashur, edhe ka pas sukses shumë të mirë për ata fëmijë që kanë pas mundësinë të jenë pjesë e institucionit tonë. Po përveç kësaj, unë gjithashtu ndjej një përgjegjësi si qytetare, më kujdes edhe për nanat të cilat kanë fëmijë me nevoja të veçanta, duke çmu punën e tyre, për kushtimin e tyre, nganjëherë ato mbesin të vetme, dhe na thojnë për çdo fëmijë duhet një fshat për me rrit një fëmijë. Kështu që pavarësisht fëmijët, a është me nevoja veçanta apo jo, duhet një qytet i tonë për me rrit atë fëmijë. Kështu që për nana që i kanë fëmijë me nevoja veçanta në mënyrë specifike, unë dëshiroj të jem pjesë e atij fshatit të tyre, ku i mbështesim, i duam, kujdesemi, ju ofrojmë
ndonjë mjet që do t'ju duhej për kujdesin e fëmijëve tyne varësisht prej nevojave që i kanë. Po, na flisni pak edhe për projektin Kids Day. Si ka ndihmuar kjo platformë në transformimin e edukimit të fëmijëve? Kids Day është diçka shumë interesante dhe veçantë për mua, për shkak që gjatë pandemisë nuk kishim mundësi me komuniku me prindër ashtu qysh e kishim komunikimin e përditshëm. Tani na e dim që në Kosovë, në kopshte, komunikimi bëhet më së shumti te dera. Kur merr me përcjell fëmin, ka qenë mirë, ka ngrënë mirë, ka bërë këtë atë dhe kjo është ai komunikimi i përgjithshëm. Përkundër që ne kishim shumë edhe forma të tjera zyrtare me emaila e gjëra të tjera, por prap ky ishte komunikimi kryesor. Kur filloi pandemia, prindërit kërkoheshin të rinin larg, jashtë, pastaj mungoi ky komunikimi, filloi një frustrim, qoftë edhe i vet Covidit, po edhe i mos komunikimit. Dhe në bisedë sipër me një nga prindërit që e kishim në kopsht aty, i thash, kam nevojë me gjetë një mënyrë se si të komunikoj unë me prindër, por jo në emaila e telefon, Viber, WhatsApp, se shumë platforma, por në një vend të koncentruar ku mund t'i kemi të gjitha. Ai është gjithashtu edhe në këtë fushën e teknologjisë, edhe më ofroi tha po mundem, tha të ndërtojmë diçka bashk që do të kishte me ndihmu kështu. Edhe këtu ishte nisma e ndërtimit të një platforme siç është Kids Day. Tash Kids Day është një platformë ku bëhet komunikimi i institucionit, prindit për mirëqenien e fëmisë. Aty në platformë bëhet raportim për fëmijën. Dhe është jashtëzakonisht shumë i mirë, mund ta shikoni, është online, e kemi edhe në rrjetet sociale, është shumë i lehtë për institucionet me e përdor. Ja ka shpëtu jetën mësuesve për shkak se s'ka nevojë me bërë raporte mujore, javore, gjëra të tilla, po e kanë krejt veç me klikime. Gjithashtu prindit në fund është më i kënaqur se merr raport për fëmijën e vet në baza ditore, në kohë reale në fakt. Si platformë është zhvilluar jashtëzakonisht shumë, përmban brenda shumë që i thojnë amerikanët features, domethënë përmban shumë pjesë ku raportohet mirëqenia, raportohet ushqimi, raportohet menyja, raportohet sa kanë ndenjur jashtë, apo gjithashtu mund të ka kalendar ku mund të organizohen takimet me prindër, mund të ndahen fotografi të aktivitetit ose gjërave që fëmijët kanë bërë gjatë ditës. Domethënë është një platformë menaxhimi të kopshtit, përveç menaxherët e kopshtit që mund ta përdorin për menaxhim të kopshtit, qoftë asaj financiare, qoftë asaj mbikëqyrjes edukatorëve dhe klasave, për mësuesit, për të bërë raportin edhe për të marrë një komunikim shumë të mirë me prindërit, po edhe mbahen raportet që prindi në fund i merr, qoftë ato mujore, javore dhe sheh zhvillimin e fëmisë. Dhe në këtë mënyrë, në mënyrë automatike munden me u bë biseda dhe bashkëpunime mes prindit edhe institucionit për përmirësimin e çfarëdo nevojë që fëmia mund të ketë, në çfarëdo fushë që ai mund të ketë. Dhe është transparente, është e drejtë për drejtë, është shumë e lehtë. Kështu që është një platformë që me të vërtetë unë e du shumë, edhe mundohna me promovu sa ma shumë që të mëj, se është diçka që ja u leçon jetën institucioneve, mësuesve. Ato kanë tregu besa dhe vetë thanë që çka jo është dash një orë një ditë me shkrujtje, me majtë shënime, mos po harroj, mos të harroj këtij prindit i them për këtë fëmijë këto, mos të harroj ai s'ka flajt sot, mos të harroj kjo ajo. Gjithë këtë ngarkesë mundet me shkarku në aplikacion veç me klikime. Një mesazh të shkurt, i shkon prindit, e merr në telefon mesazhin, një fotografi, një raport sa ka fjet me orë, kaq deri kaq ka fjet, disponimin, deri në detajet më të vogla. Po. Por tani na bëre pak kurreshtare për të gjithë ata që tani vetëm ndoshta duan që të kenë qasje në këtë aplikacion, në cilat rrjete sociale mund ta gjejnë? Po, në Facebook edhe në Instagram e kemi, gjithashtu edhe LinkedIn, Kids Day është, krejt me të vogla,
edhe pa hapësirë, ose kidsday.io dhe faqja jonë që e kemi në shumë gjuhë të përkthyera, është edhe në gjuhën shqipe për mësimdhënësit që nuk njohin një gjuhë tjetër, por është edhe në 7 gjuhë të tjera të botës, gjermanisht, anglisht, për vendet e tjera, qoftë edhe nga diaspora, nëse dëshirojnë të marrin këtë platformë për institucionet e tyre, sepse kam pa që kemi Ka pas shumë interesim? Ka interesim, po në Kosovë kemi pas një interesim jashtëzakonisht të madh, edhe kemi arrit një numër relativisht shumë të mirë, por normal që na do të dojmë që secili institucion me marrë. Po, mirë, po përveç në Kosovë, na gjithashtu kemi dalë edhe jashtë Kosovës, kemi në Indonezi, kopshte që e kanë marrë në Shqipëri, Maqedoni, edhe vendet e tjera që me të vërtetë e kanë vlerësuar dhe kanë pa kualitetin e platformës, që tash e kemi edhe app, e kemi app për prindër, shumë edhe për mësimdhënës ose edukator, kështu që është duke u zhvillu për çdo ditë më shumë, edhe për çdo ditë më shumë është më praktik, më i lehtë dhe më i qasshëm. Është pa pagesë? Fillimisht është për të gjithë ata që janë të interesuar me e pa një herë, se është në një platformë që ju duhet për përdorim, por e ka një kosto e cila është një kosto minimale bazë. Po. Po. Tani si e vlerësoni nismën për krijimin e mjediseve gjithëpërfshirëse dhe inovative këtu në vendin tonë? Po, duke pas pasion fëmijët, edhe më është ofruar që nga organizata Hardwire, që është një organizatë globale në 30 shtete të botës, ka ardhur në Kosovë dhe ka kërkuar që të jetë prezent këtu. Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, kanë në bazë të nevojave që Ministria e Arsimit ka përpiluar pikave që duhet të përfshihet këtu në Kosovë, që është gjithëpërfshirja, është përpiluar një program që ne tash po e zbatojmë për shkollat e Kosovës, në shkollat fillore dhe të mesme. Kjo për bazë ka të drejtat e njerëzit. Çka kemi has shumë në Kosovë është që ka njohuri për të drejtat e njerëzit në mënyrë teorike, por jo në formë praktike. Nëse i pyet nxënësit në shkolla, a dini për të drejtat e njerëzit, kredin me thonë po, dim, kemi dëgju, këto janë të drejtat e mia. Shpesh kemi nxënës të shkollave të mesme, është e drejta ime, është e drejta ime, por jo në të vërtetë thelbin e saj, kuptimin e saj dhe praktikimin e saj. Për shkak se na e dim që të drejtat shkojnë paralelisht edhe me përgjegjësitë. Për shkak se ti mund t'i kërkosh të drejtat e tua, po ti duhet edhe ti respektosh të drejtat e tjetrit. Kështu që platforma jonë ose aktivitetet që ne i bëjmë është në formë stimulimi, ku nxënësit e kanë një vend imagjinar që quhet Frutopia, dhe aty përfundojnë komunitete të ndryshme të frutave, të cilat kanë shumë të lashe mes vete, keq kuptime, gjëra të tilla që ata i bojnë me qenë në mos marrëveshje mes vete dhe nuk ka paqe. Pastaj përpilohen disa sfida, disa gjëra që prezantohen në këto komunitete dhe ju kërkohet aty me gjetë zgjidhje me jetu në këtë ishull imagjinar, duke jetuar në paqe. Dhe ata duhet me gjetë mënyrën vetë. Është në mënyrë tamam aktive, ku fëmijët vetë angazhohen, duhet me i gjetë zgjidhjet vetë, edhe pastaj kanë me ardhur deri në përfundimi për mbrojtjen e të drejtave. Kemi parë që në rundin e parë, kur i shkruajnë ata të drejtat e tyre janë shumë izoluese, edhe janë shumë vetë koncentrimi vetëm te egoja e tyne. Për shembull, thonë që të respektohet gjuha ime. Në këtë rast, po, por gjuha e të gjithëve, ndoshta edhe një komunitet tjetër e ka një gjuhë tjetër, duhet të respektohet edhe ajo. E pastaj në Kosovë fjala tolerancë është fjalë që shumë përdoret, mirë po në kuptimin tamam të tolerancës është që unë jam më superior se ti dhe unë të toleroj ty të ekzistosh, të jetosh, të veprosh. Ndërsa në
Këtë projektin ton, fjala që përdoret është pluralizëm. Pluralizëm, po. Pluralizmi është që ne dy të jemi të barabartë me të drejta të barabarta, duke respektuar njëri tjetrin dhe të jetojmë në paqe bashkë, të ndërveprojmë, të punojmë, të shërbejmë, të bëjmë gjëra së bashku. Kështu që pastaj dimensioni i kësaj vetëdijes dhe ndryshimit të qasjes në këtë filozofi ndryshon, se nuk është unë jam superior dhe të toleroj ty, por është ne jemi të barabartë dhe duhet të jetojmë bashkë, është ndërsjell. Ka pas një efekt shumë të mirë nëpër shkolla. Në plot shkolla që kemi qenë si pilot projekt na kanë kërku me pas bashkëpunim të përvjetshëm tashmë. Kemi vazhdu prap me ta, do të vazhdojmë, kemi mbështetjen edhe të Ministrisë Arsimit, që ka pas një ndikim jashtëzakonisht pozitiv, qoftë në se si këta nxënës po e trajtojnë njëri tjetrin, po e trajtojnë qoftë komunitetet tjera, qoftë gjuhë tjera, qoftë prejardhjeve të ndryshme, apo dukjeve të ndryshme, besimeve të ndryshme, kështu që ka pas një efekt shumë të mirë edhe besoj që do të vazhdojmë punojmë tutje, edhe sa më shumë shkollat përfshihen, edhe të kemi rezultat. Në këtë projekt janë të përfshirë edhe mësimdhënësit, apo? Po, trajnimi i bëhet mësimdhënësve. Pastaj ata do ta implementojnë në klasat e tyre, në shkollat e tyre. A kanë filluar tashmë ta implementojnë edhe cilat janë rezultatet? Po, kemi filluar me 120 mësimdhënës në rundin e parë, në 60 shkolla. Pastaj rreth 2500 nxënës kanë qenë të përfshirë prej klasave të këtyre shkollave. Ndërsa në rundin e dytë kemi fillu tashti në përgatitjen e trajnerëve, ku disa prej tyre cilët kanë pas më shumë sukses edhe dojnë mu kon pjesë, kanë vazhdu trajnimet me ne që të jenë trajner të këtij programi, dhe prap kanë vazhdu implementimet nëpërmes këtyre shkollave që veç i kemi, domethënë, kontakt. Jeni të shtrirë ndoshta në gjithë Kosovën, apo? Po, Ministria e Arsimit ka qenë ajo që i ka identifiku zonat, shkollat të cilat nëpërmes DKA-ve të tyre kanë bo për me identifiku dhe pastaj ne jemi qast tek ato sipas përshkrimeve të DKA-ve të qyteteve. Është i përshkrim në krejt zonat e Kosovës. Po tani në saje të këtij trajnimit edhe gjithsesi që keni pas ndoshta të bëni edhe me nxënës edhe me mësimdhënës siç e përmendet. Në çfarë niveli është bashkëpunimi nxënës, prindër, mësimdhënës? Po, nga kjo se çfarë shoh ka pas një ndryshim jashtëzakonisht të madh prej asaj çfarë na jemi mësuar në të kaluarën. Domethënë qasja e nxënësve në shkolla, raporti i nxënësve me mësimdhënës nuk është sikur ka qenë përpara. Përpara ne dim prej historisë që mësimdhënësi ka qenë Zot dhe fjala e tij ka qenë ashtu dhe jo ndryshe, mirë po me zhvillimin e teknologjisë, me zhvillimin e njohurive, vetë nxënësit kanë më shumë njohuri, prindërit gjithashtu kanë ndryshuar qasjen dhe një lloj tjetër qasje është. Tani fëmijët gjithashtu dëshirojnë të respektohet edhe mendimi i tyre. Kur ata e kanë një mendim, ata dëshirojnë ta shprehin ato lirshëm edhe të konsiderohet mendimi i tyre. Po kjo shift që i thonë, ky ndryshim ka përcim nga ajo mësimdhënie të kaluarës në këtë që kemi sot, merr kohë derisa rirregullohet edhe bjen në vendin e vet, po mendoj që këtu e kemi një farë sfide ku mësimdhënësit duhet kuptojnë që edhe nxënësit kanë njohuri, kanë ide që mund të mi marr parasysh, po në të njëjtin kohë edhe me gjithë këtë njohuri dhe me këto nxënësi me e respektu prap mësimdhënësin, pavarësisht mendimeve vetanake, edhe në mesin e krejt kësaj që prindi me gjetë një balans mes të dyjave. Nga njëherë shoh që prindërit i japin më shumë të drejtë fëmijët sesa vetë mësimdhënësit apo të kundërtën dhe kjo duhet të balancohet. Por merr kohë dhe besoj që jemi në një ndryshim të ngadalshëm që do të ketë ndoshta një pamje tjetër shumë shpejt. Po. Kur e përmendëm fëmijët edhe pak më herët folëm pak se ata thonë gjithçka është e drejtë e imja, gjitha këto. Por kur marrin edhe ta shpjegojnë,
prap edhe atë na treguat se çka nënkupton për ata e drejtë e tyre ose tolerancë. Por tani në argumentim, nëse ata kërkojnë diçka, sa janë të fortë nxënësit që ta argumentojnë tamam një kërkesë të tyre ose ndoshta një mbrojtje nga tjetri ose diçka të ngjashme. Po, kjo ka qenë diçka që na kemi identifiku derisa kemi bo projektin tonë që fëmijëve ju mungon mendimi kritik. Për shkak se librat edhe sistemi i mësimit këtu në Kosovë nuk e zhvillon shumë mendimin kritik. Është më shumë lexim për shkrim, është më shumë detyrat, mënyra se si kërkohen, nuk i japin fëmijëve këtë mundësi. Edhe kemi pa që kjo ju mungon që në një moment kur ata e dinë se e drejta tyne po cenohet, po ata nuk i kanë të gjitha mjetet ose njohurit se si ta vendosin në praktik për të mbrojtur të drejtën e tyne. Kemi pa që kjo ka mungu edhe mirë po fëmijët mësojnë shumë shpejt edhe nëpërmes projektit tonë kemi pa që shumë shpejt e kanë kap idenë edhe me njëherë kanë arrit me vendos në letër. Se ne ju kërkojmë, okay, duhemi me kriju një ligj që të mbron të drejtat tua. Edhe këtu ka pas mangësi mas shumti. Kur ai ka dash me kriju një ligj, nuk i ka pas idenë qysh duket, çfarë fjalë përdoren, renditjen e tyne, o dasht hap pas hapi, bashkarisht me ta, me e hulumtu, me gjetë edhe me bo, sikur për shembull gjithë secili njeri ka lirinë dhe të drejtën për shkollim në gjuhën e vet, në kështu, do të thonë derisa në fund i kemi ekspozu në konventin e të drejtave të njeriut, pastaj ata ka thonë, okay, në këtë rast kjo ndodhi, në këtë rast kjo ndodhi dhe në këtë mënyrë është zhvilluar, do të thonë, mendimi kritik për ta. Po tani si e shihni të ardhmen e edukimit dhe zhvillimit të hershëm të fëmijëve me aq sa deri më tani keni punuar, çka mendoni për të ardhmen? Mendoj që ne si Kosovë jemi në rrugë të drejtë. Mendoj që kemi shumë institucione të cilat me të vërtet e çmojnë edhe kanë për bazë me i ndërtu fëmijët e së ardhmes. Institucionet parashkollore, vendet që i krijojnë, përqasjen që e kanë, besoj që kemi arrit në një nivel të ri, edhe mendoj që në Kosovë ofrohet mjaft mirë. Më shumë privat se sa nga institucionet shtetërore, edhe pse kemi pas tentativa her pas here nga komuna për të ndërtuar kopshte të reja. Prap kërkesa është e madhe edhe gjithmonë ka kërkesë për inovative, për qendra inovative në këtë aspekt. Por mendoj që jemi në hapat e mirë, në hapat e duhur, për nga sa kam mujt me pa nga hulumtimet e mia me rajonin, ne si Kosovë qëndrojmë mjaft mirë, qoftë nga struktura, qoftë nga organizimi, qoftë nga qasja, transparenca, mendoj që jemi një hap përpara. Tani këtu pak me bëri përshtypje që thatë më shumë keni bashkëpunim ndoshta me institucionet private, pse me këto shtetëroret jo? Po, institucionet shtetërore i kanë hierarkinë e tyne, edhe i kanë nëpërmes Ministrisë së Arsimit, nëpërmes TKA-ve, qasjen e tyne qysh ata punojnë, sipas kurrikulës së Kosovës, patjetër, ndërsa me këto private, për shkak që unë jam në sektorin privat gjithashtu, edhe unë si qytetare kam më shumë qasje në këto private ku mund t'i ofroj qoftë mbështetje, qoftë këshillim, për me pas mundësi që me urrit kualiteti i punës me fëmijë. Ne jemi krejt në fund të emisionit, keni ndonjë porosi qoftë për nxënësit, prindërit, mësimdhënësit, pse jo dhe për institucionet? Po, patjetër, për krejt këtë komunitetin ton, ku në fund është e ardhmja e fëmijëve tanë, mendoj që ne gjithë secili duhet kemi parasysh, të kemi mirësi, edhe të kemi durim, edhe të kemi përkushtim për gjeneratat e reja. Ne mësues ka një përgjegjësi shumë të madhe, për shkak se ndërton doktorin e ardhshëm, arkitektin e ardhshëm, mësimdhënësin e ardhshëm,
prindin e ardhshëm dhe ajo çfarë na investojmë në jetën e të rive sot ka me reflektu në mirëqenien prap tonën si pleq të këtij komuniteti, kështu që në fundit edhe veç për interes ton personal kemi nevojë me investu në jetën e fëmijëve. E mos të flasim për rëndësinë e mirëqenies tyne, jetës tyne, se kush ata do të jenë në të ardhmen. Prandaj i lus gjithë ata që na dëgjojnë, qoftë nëse është prehn, qoftë është mësimdhënës, edukator apo dhe vetë nxënësit, që të kenë duri me njëri tjetrin. Jemi komunitet, jemi këtu në Kosovë, duhet ta ndërtojmë vendin ton, edhe vetmja mënyrë është nëpërmes edukimit.